Kiara vjen nga Franca, shkrimtare, me një shtëpi botuese në këtë shtet, sot vjen në protestë. Kemi mësuar që ke qenë një personazh i cili ka organizuar dhe një protestë shqiptare është në Francë. Çfarë të ka bërë që ta bësh një gjë të tillë dhe të gjendesh pranë popullit tënd në një kauzë siç është kjo 47 ditore? Unë e mbërses protestën, e mbërses në të gjithë dimensionin e saj, për mënyrën se si merren vendimet në këtë vend që prej të paktën 2013-ës e këtej, duhet të ketë gjithmonë një të thuash diskutim publik për të gjitha gjërat që e prekin nga afër jetën e këtyre njerëzve. Nuk mundet që një kryeministër ose një qeveri, sado shumicë të ketë në parlament, të vendosi pa konsultuar njerëzit të cilat ligjet e saj i prekin edhe në jetën e përditshme. Prandaj mbërses protestën që filloi si një ralbol ose si thuash një ekstrem i mos respektimit ndaj individit, ndaj pronës, sepse të gjithë jemi koshient që shqiptarët vuajnë gjatë 35 viteve për të gjetur të drejtën e tyre për sa i përket pronave, por edhe në fusha të tjera të drejtësisë. Domethënë, është krijuar një sistem i tërë klientelist ku shqiptari i mesëm ose si ta them, shqiptari i mesëm ndoshta e rregullon pak jetën e vet, po shqiptari në përgjithësi ende dyerve të gjykatave, ende dyerve të shërbimit publik. Unë si e 35 vjetë që jetoj në Perëndim, kur kthehem, më kushton jeta më shtrenjtë se sa më kushton në Francë, dhe në këto kushte unë e di, unë e lash këtë vend me byrek, e gjeta me byrek. Dhe kur i shikoj këta njerëz më dridhet mishti. Është një klik e vogël që punon në për disa institucione europiane që kanë një rrogë më të mirë, por nuk e kuptoj akoma se si ushqehet shqiptari i mesëm, se si e çon fundin e muajit. Të mos flasim për pensionistit. Domethënë, duke u nisur nga baza, po i bëj një analizë shoqërisë kur e shikon nga larg, nga jashtë dhe kur vjen këtu në vend. Për gjitha këto unë jam sot në protestë. Po Kiara, ti je shkrimtare dashur, edhe a meriton kjo protestë një libër se një shkrim e kanë bërë, mediat ndërkombëtare e kanë mbështetur, kancelarit ndërkombëtare e kanë kuptuar se çfarë kërkojnë shqiptarët. Janë anullimi i ligjit 21-2024, janë ajo që para pak ditësh është miratuar nga qeveria, janë dhe shumë të tjera, por mbi të gjitha janë të gjitha pa kënaqësitë në 35 vite që janë bërë këtij populli. Në emër të kujt? Padrejtësit janë bërë në emër të atyre elitave të formatuara nga regjimi. Dhe ajo që shpesh harrojmë është se kjo gjendja amorfe që ka persistuar për 35 vjet nuk është se shqiptarët janë një kombë me ADN të nënshtrimit. Por ajo që shpesh nuk e kuptojmë është se elitat tona janë të përzgjedhura nga një klasë seleksionuar, mbështetës të regjimit, sepse opozita, të themi, natyrale është shkatruar edhe fizikisht. Pra ata që shohim sot që janë të shkolluar, që na udhëheqin në të gjitha institucionet, janë brezi i tretë i atyre personave që bën luftën, që drejtuan Shqipërinë për 45 vjet dhe që ndoshta besuan me idealizëm. Patjetër. Çfarë ka ndodhur? Është riciklimi të njëjtëve njerëz. Dhe për të marrësh një autor çmim Nobel në letërsi me origjinë polake, Czesław Milosz, në librin e tij Mendja e robëruar, ai pikërisht shpjegon duke marrë parasysh, duke marrë si krahasim një personazh nga
kultura arabe, që është personazhi i Ketmanit, i cili ndryshe sillet jashtë dhe ndryshe mendon brenda. Dhe ne kemi prodhuar një elitë e cila është gjithmonë në akord me drejtimin, në akord me atë që dominon shoqërinë. Dhe nuk ka kurajon, sepse është mësuar që ta mbaj brenda atë lloj proteste. Dhe duke mbajtur brenda shumë gjatë, ose protesta e kalon shfaqjen e jashtme, njeriu bëhet rebel dhe dënohet nga regjimi, pra zhduket, ose pjesa e jashtme, koraca, e shtyp atë që është brenda dhe njeriu bëhet i bindur. Dhe kjo protestë, në këtë protestë, unë shikoj njerëz që kanë dalë nga ky formatim i regjimit të vjetër. Dhe kush janë? Janë 15 vjeçarët që janë akoma pa frikë dhe të pa formatuar, po janë dhe të rinj që kanë studiuar në Perëndim dhe kanë provuar që në Perëndim të zënë një vend intelektuali, për shembull IT, në financë, por e kanë parë që në Francë, në Gjermani, në Hollandë, janë qytetarë të nivelit të dytë, sepse Europa është e tejngopur, nuk ka më vend për shqiptar që zënë vend në pozicione intelektuale. Dhe këto njerëz e kuptuan që e ardhmja e tyre është vetëm në Shqipëri. Dhe unë i pash duke ndjekur protestat që nga fillimi kanë ndjekur me shumë interes, e pash përbërjen e kësaj proteste dhe jam shumë e lumtur sepse mendoj që ajo proteste brezit tonë, e cila u tjetërsua, u vodh, u manipulua, ndofta po zëvendësohet nga kjo proteste re, e cila nuk do të tjetërsohet. Ndoshta gjithashtu edhe protestën e studentëve. E pash nga afër se si çdo student u fotografua, u mësua kush është Tezja, kush është Daja, dhe të gjithë ata që punonin në administrat shkuan tek fëmijët dhe i thanë mos dilmë në protestë. Dhe u zhduk protesta. Përpiqem me mbështes protestën dhe përpiqem dhe them me shumë bindje që duhet kemi kujdes nga këto patronazhistët që janë si kolona e pestë edhe në Perëndim, po edhe këtu, në mënyrë që t'i eliminojmë dhe të mos ta lëmë frymën e protestës të tjetërsohet, manipulohet, të shkatrohet. Faleminderit Kera, edhe shpresoj që në një libër tëndin të jetë edhe kjo protestë. Shpresoj. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit juve për mesazhin që dha.